Përshëndetje të dashur miq, sa prej jush e kanë përgatitur vajin me lule basani ose e quajtur ndryshe lulja e gjakut. Kjo lule rritet nëpër zonat fuqore, me një kërcell rreth 80 cm të lartë, me gjete të vogla vezake dhe lule të renditura në lulesa. Lulëzon nga prilli deri në gusht. Bima është shumë e dobishme sepse pengon zhvillimin dhe rritjen e mikrobeve. Vepron si antiseptik në plag, puçra dhe djegje të ndryshme. Në këto raste këshillohet vaji me lule basani, që e përgatisim në këtë mënyrë që pat edhe në video. Lulet e tjera mund t'i thani dhe t'i përdorni për çaj. Ato përmirësojnë qarkullimin e gjakut, si dhe qetësojnë gjendjen me tension nervor. Vajin e përgatitur me lule basani do ta mbajmë 21 ditë në një vend të errët dhe pas 21 ditëve do ta kullojmë dhe do ta vendosim në një shishe qelqi. Në rast se doni të dini më tepër informacion rreth këtij vaji dhe mënyrën se si unë e kam përgatitur, ju lutem lexoni gjithashtu dhe shkrimin poshtë videos.